Në ankand dhuratat e liderëve botëror dhe ato të Ramës, dështon plani Giorgia Melonit përfshihet në hetim. Plani i kryeministres italiane Giorgia Meloni për të nxjerrë në ankand dhuratat e marra gjatë mandatit të saj ka dështuar para se të vijë në zbatim pasi shtëpia e ankandeve e përzgjedhur për procesin është përfshirë në një hetim penal. Shtëpia e ankandeve Bertolami Finart, e cila do të administronte ankandin, ndodhet në hetim nga autoritetet italiane në kuadër të një çështje afatgjatë për trafikim të dyshuar të paligjshëm të objekteve arkeologjike. Sipas mediave italiane, themeluesi dhe pronari i kompanisë është pezulluar për të njëjtin rast. Prokuror dyshojnë se njëri e trafikantësh ka vjedhur objekte arkeologjike dhe i ka kanalizuar ato përmes shtëpive të ankandeve, përfshirë legjitimimin e tyre dhe rikthimin në tregun e lishëm të artit. Shtëpia e ankandeve ka pohuar me herët të çdo përfshirje të aktiviteteve të paligjshme. Zyra e kryeministres ka deklaruar se nuk ishte në dijenit e timit në momentin e përzgjedhjes së shtëpisë ankandeve, pasi çështja ishte e mbuluar nga sekreti gjyqësor. Palazzo Chigi bëri të ditur se bashkëpunimi u ndërprer më njëherë sapo detajet e timit u publikuan nga gazeta Il Fatto Quotidiano. Ligji italian ndalon një kryeministër të mbajë dhurata personale të marra nga udhëheqës të huaj nëse vlera e tyre kalon 300 euro. Për këtë arsye shumica e këtyre objekteve ruhen në një hapësirë të posaçme dhe të sigurt, pa u ekspozuar për publikun dhe pa ekzistencën e një regjistri publik zyrtar. Disa nga dhuratat e marra nga Meloni kanë tërhequr vëmendje publike, përfshirë një figurë aksioni të dhuruar nga presidenti i Argjentinas Javier Milei dhe një gjerdan diamanti dhënë gjatë vizitës së saj zyrtare në Uzbekistan janar 2023 nga presidenti Shavkat Mirziyoyev. Ankandi planifikuar, i cili u anullua përfundimisht, vlerësoi të mblidhte rreth 800.000 euro, ku pjesa më e madhe e të ardhurave pritet shkonte për bamirësi, ndërsa një përqindje e vogël do të mbulonte kostot dhe tarifat e shtëpisë së ankandeve.